nuk e ka shkut në ekuacion Zhegrovën. Mënyra e vetme se si ti ke mujt me ndal individ që kanë aftësit jashtëzakonshme në fazën e tretë, domethënë lojtar ofensiv. Ne s'po e mohojmë këtë, kjo mund të jetë një nga faktorët. E ki parasysh, në këtë rast, sepse Zhegrova nuk është në 100% shëndetit. Ti kur e bën analizën e lojës. Unë mendoj që ai ka pas edhe Rashid të parasysh që kanë lojën kur ta bën analizën e lojës mas pore e këshyr renditjen, edhe e këshyr individ se kush u të luajt, edhe e këshyr kundërshtar. Po ajo kuptoj. Çaj kundërshtar, çysh e lyp me lujt, çysh ti cilat janë matematikat e tua që ti ai ndryshon me edhe ai nuk është gjithmonë konzistent diçka, e ki parasysh. Edhe ty duhet një kreativitet, edhe ty duhet diçka me sjell nga origjinaliteti yt, konzistenca yt, gjithashtu ka rëndësi. Një gjë shumë të rëndësishme po ta tregoj nga eksperienca. Prej fazës përgatitore, përafërsisht 70% dihet se ti çysh ki me lujt gjatë ton kampionatit. Edhe në përfaqësuese nuk ndërrohen informacionet të në studio me pompozitet thuhet 4-5 herë ndryshohet brenda lojës. Nuk ndryshohet 4-5 herë brenda lojës. Ti e ke një sistem, një strukturë me të rëndësishme janë principet e lojës. Principet e lojës janë ato që e bojnë diferencimin e lojës. Që Foda ka arrit me instalu principe shumë të forta. Unë mendoj që Foda ka arrit. Për më pak se një vjetë të gjysme. Unë mendoj që Foda ka arrit. 43 apo 4 litorëve që i ka përdorur. Mas lojës me Zvicër. Që mas pak i ka përdorur kaluj tani. Mas lojës me Zvicër. Shumë mirë hi. Ama është e gati e pamundur. Arber, problemi është se Foda ka arrit me imponu vetveten në dhomat e zhveshjes. Imponimi vjen veç për një faktori. Ka pas nevojë me bërë. Ai ka qenë më i madh se cili futbollist i Kosovës kur ka ardhur zgjuar. Janë disa prapaskena që ti si ke përjetuar edhe si din. Trajneri nëse vjen në zhveshtore, edhe imponohet. Imponimi vjen veç për një mënyrë, me dije. Ti i tregon, edhe e dëshmon që ti din më shumë, edhe të bojnë krejt. Një gjë e tillë nëse ti nuk e dëshmon me rezultat pozitiv, që ti e tu ditë diçka. Marë nuk nga në kërkosh. Blendi s'kena lux. S'kena lux, na nuk kena lux me orë ndeshjet e Morsit edhe mos me posat planin për Zhegrovën në formacion. Për Zhegrovën e për komplet në mëdhejqë. Unë menoj, Zhegrova do t'jetë aja orma, do me thonë kryesore e Kosovës në vazhdimsi. Hiq këto ndeshjet e Morsit, kualifikuset e Evropianit, do me thonë që do t'jenë, Zhegrova do t'jetë ai lejtari kyçioni. Na sot e pom Muriqin të zbrit në një pozicion ku realisht ai nuk është i rrezikshëm në ato situata. Për me ndërtu lojë. Ajo është situatë do me thonë fikse për një lejtar të krohet me kreativitet që është si rasti i Zhegrovës. Menoj që me Zhegrovën Aslani mundet me bëu shumë mirë edhe atë pjesën ku sot ka luajtur Muslia, edhe me Vedati në qendër në pozicionin e vet natyral. Menoj që na e kemi një treshë të sulmit të jashtëzakonshme. Muslia do të rivalizoj me futbollistë tjerë në mesin e fushës, edhe na do të kemi konkurrencë, edhe në sulm, edhe në mes, edhe në mbrojtje. Kjo ideja se na me menu në këtë skemë është problem. Po s'është edhe kjo skemë, edhe kjo skemë. A dim se ti kemi luajt do luaj. Ti kemi luajt pa problem. Ti kemi luajt. Ti ki me lujt. Ti ki me lujt. Bashkë me Muriqin. Po Lill ka lujt 2 sezone në pozicion të tillë. Ti ki me lujt ndeshje. Mbrapa Muriqit. Po, mbrapa si në Ti ki me lujt ndeshje. Jo, gjitha ndeshjet ki me lujt me kundërsulm. Do të thonë se kemi pas kombëtare. Do të më koqit me mujt Po mirë dhe, tim disa ndeshje ki me lujt ku kombëtare tjera kanë me të nej ty të më 40 metra figurës. Po, edhe ty detyrimisht ka me dy Zhegrova se veç zonë Allahile që u jenë loj. Po jo pra Allahile, po aje punë ka, detyre ka, sa i thirret për çeta. Blen, kjo ideja se vjen Zhegrova pej Juventusit, edhe na si të vjen, a është në formë, a s'është në formë, kështëre me lujt, që kjo na ka pru neven që dit. Është të vazhdu blind. Unë e më të që për ja